Kush e di ç'a ndodhi 50 ditë nga Pashka, që njihet edhe me fjalën Pentekosti, me fjalët greke. Dje u festua momenti, është 50 ditë pas Pashkës, është momenti kur fryma e shenjtë zbriti edhe erdhi tek çdo person që besonte te Krishti dhe tempulli i frymës shenjtë nuk u bë më vetëm tempulli për guri në Jeruzalem, po u bë çdo person. Edhe kur fryma e shenjtë vjen tek ne, një gjë bën shumë gjëra. Një gjë që do theksojmë sot është na jep dhunti frymërore. Të dua të theksoj sot, sepse është mesazhi duhet të fokusohet vetëm te kjo gjë, t'i zbulojmë, t'i shohim me detaje kur vjen fryma e shenjtë çfarë bën tek ne, edhe mesazhin e kam ndarë me 3 pjesë. Do bëj si mentor sot. Pjesa e parë, ai do them bazën teologjike. Do them sa fjalë të mëdha teologjike, fjalë greke, po beshaka. Shiko, pjesa e dytë është të vërtetat e shkrimit, edhe pjesa e tretë hapa praktik se si mund ta zbulojmë këtë gjë. Hajde fillojmë te pjesa e parë. Pjesa e parë është baza teologjike. Efesianët 4:7 është kështu: por secilit nga ne është për ne, është për këdo që ka zgjedhur Krishtin. Ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Shiko, është çdo kujt ju dha ky hir, por fjala hir këtu është ndryshe. Është fjala hir këtu ka kuptimin jo vetëm na është dhënë favor nga Perëndia, që kjo është përshkrimi tipik që themi hir, Zoti na ka dhënë hir, Zoti të dhënë hir, që ka kuptimin e favorit të Zotit, por këtu fjala rrënja është ndryshe. Fjala origjinale në gjuhën greke shkruhet kështu, edhe lexohet keris. Nuk e di a thash tekstin e dur, ka në greqisht folës ta thot më tamam tekstin. Shiko, edhe që do të thot, fjala keris do thot fuqizim i dhënë nga Perëndia, fuqizim hynor i dhënë nga Perëndia ndaj teje që ke zgjedh Krishtin. Edhe kjo është fantastike, që është diçka që nëse ti e praktikon atë fuqizim hynor që të ka dhënë Perëndia, të përmbush ty edhe sjell ndikim tek të tjerët. Prandaj përkthyesët e Biblës kanë pas të vështirë si ta përkthejnë këtë fjalë, dhe kudo e gjej fjalën hir, do të lexojmë 2-3 vargje që është përdorur hir, por është fjala keris që ka kuptimin është fuqizimi dhënë nga Perëndia për ty, që të përmbush ty, por gjithashtu ja ta lexojmë ndryshe të përshkruar. Është fuqi dhënë nga Krishti. Ja, kjo është përshkrimi i fjalës. Është fuqi dhënë nga Krishti për të përmbushur thirrjen dhe funksionin tënd në trupin e Krishtit, që është kisha. Edhe është Krishti vet i ka shpërndar këto aftësi, nuk i shpërndan njerëzit, është Zoti që ka zgjedhur t'i japi dikujt aftësi muzikore, dhunti muzikore. Ja shohim disa nga dhuntit që fryma e shenjtë, dikujt i ka dhënë dhunti mëshire, dikujt administrimi, dikujt shërbimi, dikujt bujarie, udhëheqje, fjalë profetike, mësimi, inkurajimi, këshillimi, fjalë njohurie, fjalë mëshire, fjalë gjithë të gjërat, por është Perëndia që i ka dhënë këtë lloj aftësimi hynor secilit për ne, të paktën në një fushë, në një nga këto, disa herë është 2 ose më shumë, por të paktën në një. Ja si vazhdon Efesianëve çik më poshtë. Efesianëve 4:12 pjesa A e 12-s, dhe ai vet, Perëndia vet i dha ai i ka dhënë këtë lloj fuqizimi, edhe e ka caktuar ai, edhe i dha disa si apostël, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltar, të tjerë si bari e mësues, për cilën arsye? Për përgatitjen, për përsosjen e shejtorëve, për veprën e shërbimit ndaj të tjerëve. Edhe këto janë 5 dhuntit. Tamam këto dhuntit që përmenden këtu janë dhuntit drejtuese që i duhen kishës. Perëndia i dha vetë disa personave këto dhunti të veçanta për të kryer shërbimin e drejtimit në kishë, por qëllimi i tyre nuk është që të shërbejnë. Cili është qëllimi i këtyre dhuntive të veçanta që Perëndia u ka dhënë këtyre personave? Është vargu 12b edhe vargu 13, janë si thotë:
i ka dhënë këto gjëra për ndërtimin e trupit të Krishtit, deri kur, derisa të arrijmë të gjithë të uniteti i besimit, derisa të arrijmë të gjithë të njohja e birit Perëndis, derisa të arrijmë të gjithë e të bëhemi të pjekur njerëz të përsosur në çamasën, në masën e shtatit të plotësisë të Krishtit. Shumë përshkrim i bukur. Shumë përshkrim i bukur. Shiko, kur i zbulon dhe i praktikon këto dhuntit që Perëndia fryma e shejtë të ka dhënë, jeta jonë merr kuptim, edhe ti zbulon, ore, pse më ka sjell Zoti në tokë? Cila është arsyeja? Edhe këto gjenë zbatim shumë ku. Këtu e kuptuar cilët janë dhuntit që ka dhënë Zoti, edhe ti vën praktik ata, edhe gje përmbushje ti, edhe sjell ndikim nëpërmjet tyre gjithashtu. Dishepullizimi, rritja e dishepullit ka disa faza në fakt. Edhe kjo është faza e pjekurisë së dishepullit. Kur ai vjen në pikën derisa arrin t'i zbuloj edhe të piqe nëpërmjet tyre, vargu thot, derisa të arrin në masën e plot të shtatit të ir. Kur aty thuhet në masën e plotësisë, i bie që ca nuk plotësohen. I bie që ca ngelin përgjysmë ose më pak. Pse? Sepse ka njerëz që nuk duan të rriten në masën e plot në ngjasim me Krishtin. Edhe kjo s'ka të bëjë me përjetësinë. Përjetësia ka të bëjë vetëm me një gjë. Kush e mamen? Ne trashëgojmë përjetësinë vetëm nëse zgjedhim të besojmë Krishtit Jezus si Zot dhe Shpëtimtar, që erdhi, vdiq, u ringjall. Kush beson ka jetë përjetshme. Kjo nuk diskutohet. Ajo që po them është kur ti piqesh në masën e shtatit të Krishtit, e shijon më shumë ditët edhe jetën që jenë tokë, sepse kupton ore fiks qa kishte në mendje Perëndia kur të krijoi, edhe cili është roli dhe vendi jot në këtë botë. Pse e kam merak pali këtë? Sepse vargu 14 pali thot, e kam këtë merak, sepse që të mos jemi më foshnja. Edhe është shumë qef të kisha jo në kjo fazë shumë e bukur, që është nuk e di, se kemi pas më parë këtë fazën, është jemi plot me kështu karroca me beba vegjël, është qef Glori, kush është edhe gjithë çuna dhe gocat të vegjël, nuk e kemi përjetuar këtë fazë kish, edhe është fazë e re, është fazë e bukur, kënaqemi kur i shohim. Por fëmia është i lezetshëm kur është fëmijë. Imagjino ti jetë 15 vjeç e të ngjaj prap 1 vjeç. Është shumë i shumtut. Imagjino ti jetë 50 vjeç e të ngjaj e të jetë po me Pampers. Po. Edhe ky është meraku i palit, vargu 15, që të mos jemi më foshnja, që të mos jemi të lukundur, as të transportuar nga çdo erë doktrine, nga çdo mashtrim njerëzish, nga çdo dinakri e tyre nëpërmjet gënjeshtrave dhe të gabimit që i bie. Meraku i palit është duke u rritur në shtatin e Krishtit, ne nuk do të jemi të lukundur, që mos jemi një a themi I love you Jesus. E kam premtuar, e kam dhe të bluza, e kam dhe të wallpaperi, e kam gjithandej. Po pastaj javën tjetër, Zot, pse më ke braktisur? Pse ndihem kaq i vetmuar? Ku je ti, Zot? Ose një javë pash diçka të bukur në media sociale, e di sa më ka inkuraju zemra pesh. Javës tjetër, lexova diçka në internet për pastorët, diçka, e di si ja mund ta shiu, s'du të besoj fare as te Zoti, as te edhe ky është meraku i palit. Që mos lukunde, mos ikim, ngjove këtë i kanë jo, ti je stabilizuar dhe i plotësuar sepse ti e njeh shkrimin, ti e njeh të vërtetat e Perëndis, edhe ti analizon çdo gjë që mund të vi rreth e qarkteje. Kështu që është pastaj vargu 15. Edhe nxitja para se shkrim te vargu 15 do ishte kjo. Kush na ndihmon neve të stabilizojmë? Çka ka dhënë Perëndia? Janë dhuntit frymore. Dhuntit frymore, kur ti gërmon, i gjen, i zbaton dhe i praktikon, të sjellin stabilitet edhe fillojnë prodhojnë pjekurinë në ty. Vargu 15, lexojmë vargje 15 dhe 16, jemi po të Efesianëve, thot kështu, por duke thënë të vërtetën në dashuri, çfarë na ndodh neve? Rritemi në çdo gjë drejt atij, rritemi, piqemi, matërohemi, sipas kujt? Në ngjasim me Krishtin. Ai është kreu, atë kemi mace, si ai duam të bëhemi. Dhe shiko sa bukur mbyllet kjo pjesë. Vargu 16.
Krishti, prej të cilit i gjithë trupi është kisha, i gjithë trupi, i lidhur mirë dhe i bashkuar mirë, edhe me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr në këtë trup, dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, e di çanov shkaktohet rritja e trupit. Rritja e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Kjo është shumë e veçantë, sepse tregon kisha rritet kur secili e di ku e ka vendin, edhe secili jep maksimumin e tij, edhe kur trupi është i lidhur mirë, natyrshëm do rritet. Natyrshëm do rritet.